Po, harxoj vërtet, harxoj se kom qeve majt vetën. Problema e madhe që e ke harxhu në vetën, një tesh apo një çantë. Konën të rinë 3.000. Dhurata më e mirë e kësaj që unë të kallëzoj, unë jam. Kjo veç ma kanë zi jetën, sen s'ka botë mirë. Shkon kjo vjet tjetra, pse më konë gjelos? Dhe për djemët, jeni vetë, sa jeni vetë, jeni bingo e keni, po që u ledhët e patë e juvja. Gabimin më të madhin jetë, e boni që e keni një femë nga të veti. Unë e kom, po ma një për tjertë. Dali me që shumë but ju bashk, a dulë se beb dikosh, a u njëftut vetë. Fitnesi. Që ka bu bashkë? Po. Sa kohë? Jemi që një vit e gjysë. Po. Fitness. Cili bu një hapin e parë? Ashtu? Kë. Që shë njësi të regana, që të tha? Unë shkova me një punëtore tame, më ushtruhe edhe ka ardhe ka vetën, e kështu që e ka i to është e kështu, ka mendu që unë nuk jam shqiptare, tani ajo i ka thonë, jo, shqiptare është e Gilanit, o këzua, ka ardhë mirë që e Gilanit edhe kështu që të nesrit kër shkoj më ushtru, vjenë në folë. Ta shë po ushtru një bashkë të di. Po, ta shë që bashkë. Qka e mbon të shënë ju? Qka vazhdojnë me mbojt? Dashurin tonë? Përveç dashurisë që keni për njëni tjetërin, cili është gjëja tjetër? Jemi shumë të lumëtër, kemi gjithë njëni tjetërin, sti jam. Ky besime, Po, mirë besimi kuptimi është shumë, tepër. Po sa të është një dashurin, a është probleme... A mendojnë që u shëndru një interes? Interes? Jo, ku çfarë interesi? Nuk kemi ku çfarë interesi. Jo për juve, nuk po flas. Po kështu sot si ishin të tjerët, dashurin të tjera që po ndonë shumë. Po, vërtet, tash e shoh jetën më shumë me interes të tjerët. Se sti këshyrin shumë për kushte, jo pas ka pari, jo s'pas ka pari, jo kështu, na të dytë i kemi kështu, financial jemi shumë të fortë, të dytë. Je fortë se si shakon me ty. Dhe da të nkratë kësaj, a? Jo, se edhe ky është më i fortë, zonë, po më... Kjo monë. Ja, Kje vëtë mona? jo, s'është e vërtet, se ky është më i fortë, zonë. Ja, për bjanë që pas ke marrë të ashton Zvicër. Jo, edhe ky ka qenë, po veç bani ai gari se edhe ky ka qenë, edhe ky është mote atje. 25 vjetë. A harxheni shumë vete kështu, se po dukesh perfekt. Po, harxoj vërtet, harxoj se kom qeve majt vetën. Harxhen shumë. Po. Sa shqipja me e madhe që e ke harxhu në vetën, një tesh apo një çantë? Po, konën të rinë 3.000. A pro kresi, kur e mureve? Tre bashkë që të kesh e lëshu dore. Ka është e shumë dore. A si pas ka ditë ke? Po qëre, punon, jam shumë e angazhume edhe kështu që kom që pak me po vetës, pak një dhurat, pak me disponue. E cila është dhurata më e mirë që ta ka bu? Burre? Dhurata më e mirë e kësaj që unë të kallëzoj, unë jam. Po është e vërtet. Dhurata e kësaj? Kjo veç ma kanë zi jetën, sen s'ka botë mirë. Qyre mëre farë zoja, qëfar gruje të mirë? Mos e tani kliterën, a disa, po, shumë po kam probleme ullë poshtë tani. Ja, së është Faleminderit shumë për komplimente, shumë faleminderit. A mendojnë që duhet me mbajt gruja vetën edhe kur të martohet, mos me lëshu vetën? Po shumë do të me majten. Sa lu në rol, ka rëndësi? Ka shumë rol, unë për vete gjithmonë e ku majt vetën, pa mërë parasysh a jëmë kanë nana, jëmë kanë me shtres gjithmonë, qona kështu herët, në ora 5 mëngjesit edhe marrë ko një orë për vete, shumë e rëndësishme që duhet me majt femna vetën. A keni pas komente negative si paragjikime që pse ka shumë, pse harxhën kjo? Po, kom pas kur jëmë kanë ma e re, kur e kom fillu fitnesin, isha shumë e re edhe femna e parë shqiptare në atë fitness kur kom shku edhe më kanë thonë, po shtron për tjerës, ti qka, unë e kom mendu vetëm për vete. Kanë interesu që ka Po, të s'më ka tjerë. interesu. Edhe nëse harxhën shumë, harxhën veç për vete, kështu që... Po, kështu që është shumë ma mirë, kisha thonë çdo femën që jeto për vete. E sa e gjeluze të rega, me qenë se në fitness konkret, që pa reagime? Me qenë se në fitness ta është ato... A shumë gjeluze të rega. Gjelozë që së gjelozë, asë Rusia, së është ma e keshë në Ukrainë. A është e vërtet? Jo, s'është e vërtet, nuk jam xheloze se i besoj shumë. I besoj vetë vetës. Jo, s'jam gjelozë, për shka më konë gjelozë. Shkon kjo vjetë tjetra, pse më konë gjelozë? Allah, si që kja harru. Mirë, përsoj, faleminderit shumë. Nuk jam xheloze as pak se besoj shumë vetë vetën. Edhe kur e ki besimin vetë vetën, s'munësh me xhelozu ndaj asnjë njeri tjetër. Cili është një mesazh që duhet me përcjell për ata që Por xhelozi po mendon? dashurin.
Dashurisë. Partnerin e jetës. Sa më shumë, sa më të lirë reni, sa më shumë dashuri jepni partnerit tu. E për vajzat? Edhe për vajzat të reja, sa më lehtë e kaloni çdo sen. Besoni vetë vetën, atëherë s'keni Edhe nevojë. për djemt. Hajde për Jeni vetë, sa jeni vetë, jeni bingo e keni, po që u ledhët e patë e juve. Gabimin më të madhin jetë e boni që e keni një femë nga të veti. Pregajtëse. Unë e kom, po bani për tjerë. Ka pri për vete, tash që a bëhet. Tjerë. Jo, është jeta shumë është e bukur kur e ki partnerin e zemrës. Jeta shumë është e bukur. Sa shumë i bukur kjo që e vatë. Po. Me ndroj shumë për kohë. Shumë faleminderit, kalom shumë mirë. Mundohemi me pas çdo ditë pozitive. Edhe njerin e bën të lumtur që ajo i jep jetë më shumë. 3 vajza këto, djalin e kam jashtë. Me cilat fjale për colla djale? Inshallah nuk shkon me mbet. Këpaj është një ditë. Ki një orar të robotit. A robot ki me shkun, më nxez, më këthy mbramje. S'prisha me thonë dikush nështë a thot të djali, dikush thot vajza. Kështu me që me drejt, me shëriat që thojnë 3 vajza do të me pas gjithë që do mos e para me konë vajzë. Tregona si jemi disponim. Mirë, faleminderit ju. Seni? Faleminderit të dhënë. Prej nga jeni? E Gilanit jam. Na trego pak çfarë të bën ty të lumtur në jetë. Gjithë shka që është pozitive. Diçka që është pozitive. Gjithçka A keni që çdo është ditë pozitive? Po, në çdo ditë nuk ka pozitive, veç. Mundohemi me pas çdo ditë pozitive. Edhe njerin e bën të lumtur që ajo i jep jetë më shumë. Shpresa, e ardhmja, gjithçka. Nëse kështë rikëthy jetën prej zarës, çka kështë desh me ndryshu? Veç situatën, sigurisht, luftën se kisha para mendu, sukur që e kemi pas, edhe një tardhme për rini shumë atë mirë. Si e sharinin sot? Pak e komplikume, shumica po dalin, A keni fëmi? po 4 i kam, A ki djam? një kam, jashtë e kam, Një strejt edhe jashtë shkoja. po 3 vajza këto, djalin e kam jashtë. Edhe a i tha djallit mos shko. Valla i thash, po anima para 9 vite, 10 viteve hala ma keq u konë se sa tasht. 150 euro ju në konë pagat, u konë shumë shtirë me jetu e na. Gjithë kemi punu si cëllë për veti. U konë një ardhme shumë e keqe që tash me gjithë se pak ka ndryshu e se janë të ardhme, pak ma të mira, po apet rinia, pa shku me provu me pa, shumë shtirë. Shumë shtirë. Që sa kohë është djalli jashtë? 9 vite. Që 9 vite. Po. Me cilat fjale për colla djale? Inshallah nuk shkon me mbet. Këpaj është një ditë. Që kjo është? A vjen shpesh? 3 herë në vetë vjen. Ka dhe bashkëshortën ka atje, po. A me ndënaj mu këthy Po, me ja. jetu këtu, a nash pas se shah Jo, alo? po, jo, veç, po thot sa ti bëjë ti mbledhe do parë dhe me qelë firmën këtu, qëfar firme është atje, që po punon atje, mi mbledhe do parë dhe ma me qelë firmë këtu, njëjtë